Vërtet mendon që 800.000 shqiptarë mund të jenë vlerë ata nuk janë reale. Ato vota nuk janë reale. Realisht votat janë trafiku, janë vjedh. Nëse do kishte zgjedhje të tjera, do kishim rezultat për afërt opozit sipas me. Okej. Vjedhen votat e çfarë vjedhen? Tash diskutojmë ne për vjedh votat, deformohen vullneti elektoral. Edhe ky ka qenë po pra për Bashkë bën. Jo, vim mirë, por orës po për shumë gabim. Po fus po dën pra. E kam bërë unë këtë gabim. Ja ka ofruar PD-ja e Diramës. Okej. Kjo është e drejta. Po e fus edhe PD bashkëfajtore me këtë. Edhe PD po fus bashkëfajtore me këtë. Unë apo thu kush janë pasojat edhe ngjarjet si analizojnë, po të analizoj. PD-ja ka humbur ato që thash, shto dhe këtë se harrova ta them. Shto dhe kodin, po. Këto, zoti Duka do të di ku është bashkëpunimi. Bashkëpunimi është, po të shohësh që kodin zgjedhor ja dhuruan këto sa u çudit edhe Damiani. Po. U çudit se kështu ka qenë historia. Po. Apo edhe ne kemi Damianet tonë, i ka thënë ky Oerti. Po kush kemi këtë Damiana Vokshin? Ai duhet votash këto janë. Tash e kupton ti ajo? Janë aq hajdut votash të ndyrë këta, sa bile këto shkojnë deri atje. Ku vendi i prillit të 2020 nuk ka shpall akoma listën e votave, ore Këshilli Kombëtar dhe institucionet e PD-s nga burojnë. Burojnë nga vota ajo, jo, burojnë nga Emresa Berishës, se i ka thënë me urdhër. Kam qenë kandidat, unë kam kërku. Të lutem më trego humba, e pranoj, sepse jam në një diskontaminum dhe unë s'mund të fitoj, më trego votat, nuk ta tregojnë. Pra bashkëpunimi këtyre nuk ka brirë. Kur unë t'jap kodin zgjedhor që të fitosh ti, dhe zoti Duka thot nuk ka bashkëpunim, sepse do të mërë vetën se kanë qenë kratë Berishës, sa shu i bje pastaj që e tha pas kur janë gabimet. Po, që është gabim ky, kjo është tradhti, gabimi me tradhti. Kjo s'kalohet me një fjalë gabim. O, Marcela, ti gjenë fjalë të duhura. Kur unë t'jap kodin zgjedhor, armën të më vrasësh njerëzit e mi, kjo quhet tradhti, kjo nuk quhet gabim. Sepse këto nuk janë ca njerëz, gabim që bën gabime rrugës, jo. Po pse kishte qef që fitonte PD-ja? Pse ja dhanë më po pse menoti, pse? Se nuk është gabim, po ja fali, pse ja fali? Se të qenurit i pari. Kjo që po them unë është fakt. Po se kuptojmë kush është Leverdia, po. Kush është Leverdia që ja fali kodin? Ky ja ka fal kodin se do të rri në opozitë me këtë parti dhe të mbroj familjen e vet. Po ashtu më ishte kodi, ashtu që si kodi. Kodin e kanë ul këto, e kanë shkruajtur, ja kanë dhuruar, siç e ka. Po si ka mundsi kjo lloj analize më burr, nuk arrit ta. Po sta rrok dot pra, ky është problemi se sta rrok dot se të shkojnë nga Berishës, po ta rrok. Ti them se mlem Romeo, ti them ti fjalë me gjimi, ky përmend edhe emrin, jo këtu. Kodi zgjedhor, që kodi i keq siç është kodi më i keq i mundshëm që mund të ekzistojë. Po dhe i përpara ishte po i lloj. Kodin e kishin dorë. Pritë pra, kodin kishin dorë PS-ja, PD-ja u dakorsu duke menuar që duke. Jo më është e kundërta. Po ndryshon faktet, mos e do unë e kam ditë. Do 94 vota më burr, nuk e di sot do 94. Por çka ka propozuar Partia Demokratike, ja ku e ke më burr autorin e ngjarjes më burr. A duan 94 votat. Por çka ka propozuar opozita? Nuk ndron. Mirë pra ta morë argumentin pra, atëherë s'ndron. Kto e ndrun duke menuar që me këtë kod është diçka më mirë se ai që ishte. Edhe faktikisht, edhe ai që ishte. A ka mundësi më dha? Po si ka mundësi menon? Po mos më le për ta them. Po dakor, po thuhet. Kodi që ishte, po ishte pa herës, ishte domethënë duhet merrsh listat hapur. Ky pas vendimit gjykatës. Ishim edhe ne të tjerë listat hapur. To mbyllën listat dhe vun këtë 1/3. Tu i menu që i dështohet gara. Me gjithë si i pare. Si pas me listat të mbyllura gonë. Po që argumente o tjetë... Po ta kanë thonë ty o gonë kështu. Sepse fakti të regoj... Mirë, fakti të regoj që ata donin të ishte... Në të dy rastë kodin zgjedhor nuk ishte i mirë. Dhe këtë kodin nuk e ndrokur me... Jo, mundet? Së ndrojë, më hajtë ndrojë ti. Ja, 1 minutë. Hajtë të vem dy të vend Sali Berishë. Unë shboj Sali Berishë. Ja, 1 minutë. Ska pas asë i lidhe me Sali Berishë. Asë pushtet asë i herë. Më me qëtësi. Më me qëtësi. Opozitari i përjeqë Shqipni. Nuk e marrë me këtë kodin fare. Po ja marrë se unë kam një parti politike. Po që e marrë fare se ti s'pas kasi do informacioni se qishtë dhe do t'ishte në vend Sali Berishë. E ndroshe do t'kodin? Ja, do t'a them unë. Si do ndroshe? Ta them, më dëgjoj 30 sekonda. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, kodi zgjedhor, ai që ishte pa herës. Ishte me lista të hapura. Që i vlen të opozitës. Dhe, do të dishte tjetrën?
Edi Rama ishte detyruar të pranonte çdo gjë që PD-ja eventualisht opozita mund të thoshte, sepse kishte hallin e votës së diasporës, e vetmja gjë ku opozita mund të kapte, ta jap votën e diasporës, por ti do bësh Shqipërinë një zonë, koalicion, oferta e Edi Ramës ishte, unë isha pjesë e Komisionit të Ligjeve, dhe një farë kohe edhe të Komisioni Reformës, dhe ti e di arsyeën se pse ndodhi gjithë ajo betejë me fishek zjarre, sepse këta ishin të gatshëm të shisnin çfarë do ti Edi Rama, listat e mbyllura, ti apun. Po pse? Se do vulën, se duat më njofësh si partner. Kjo ndodhi. Unë të shtes pushtetin, ti më njeh si partner. Po tash çfarë bëhet me koncesionar, me që marroi puna punë. Njëri ring i parë i qeverisë, tjetri ring i parë i opozitës. Ato ndrohen. Edhe këtu ka një çudi të madhe. Edhe këtu ka një çudi të madhe. Nuk ka fuqi me ndrumën. Jo. Që ka fuqi me po pse i ndron maxorata. Vallës së maxoratës. Ajo vot vetëm me dakordi. Për Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe për parashikon ti do ndroj kodi apo do ndroj? Sepse kam parashikuar, po ta them unë do ndroj. Po do ta ndryshojnë. Do ulin numrin e deputetëve, që partitë e vogla të mos kenë mundësi teorike, dhe dakorsia është fare e thjeshtë, t'ia vështirësojnë jetën drejtësisë.